Miguel Basha, mesfushori me origjinë shqiptare i cili luan në Serie A për skuadrën e Torinos, ka kundërshtuar agentin e tij duke deklaruar së fundmi se synimi i madh për të ardhmen e afërt është që ai të luajë për kombëtarën shqiptare të futbollit. Çështja e mesfushorit 25 vjeçar është kthyer prej disa vitesh në një telenovelë më vete, pasi futbollisti i lindur në Kosovë, por i rritur në Zvicër, disa vite më parë zgjodhi të luajë për kombëtarën e moshave të këtij vendi, duke luajtur madje edhe një ndeshje me kombëtaren Shpresa, gjë e cila pengoi ardhin e tij me kombëtaren Kuqezi, pasi Miguel Basha u bind nga zyrtarët e FSHF-s, por edhe nga trajneri i Bjazi që e njeh mirë këtë futbollist. Prej disa kohësh, avokatët e Miguel Bashës dhe të Federatës Shqiptare të Futbollit po mundohen të gjejnë një zgjidhje me Zvicrën, e cila duhet t'jap okejin që Basha të grumbullohet me Shqipërinë. Në një shkrim të gjatë dedikuar Miguel Bashës në portalin e njohur italian të sportit calciomercato.com, Basha ka sqaruar se tashmë avokatët që po merren me këtë çështje janë fare pranë zgjidhjes së situatës dhe më në fund Shqipëria mund të përforcohet me një element shumë të rëndësishëm në mesin e fushës, duke kundërshtuar në të njëjtën kohë edhe deklaratën e menaxherit të tij dhënë pak ditë më parë për mjetet italiane, ku ai deklaronte se Basha dëshironte të luante vetëm për Zvicrën. Gjatë intervistës së tij, Miguel Basha, që pak kohë më parë shënoi golin e parë në Serie A me Torinon në ndeshjen kundër Parmës, bëri publik edhe një detaj mjaft interesant, kur tha se ai tashmë ka vetëm 2 pasaporta, zviceranen dhe shqiptaren, pasi pasaportën serbe e ka hedhur në kosh babai i tij Xhevati.